Tashi, energjia rikthehet fuqishëm, je më karizmatik dhe bin se ditë shumë e mirë për prezantim, biseda të rëndësishme dhe plane afatgjat. Demi, ke nevojë për pushim dhe shkëputje nga rutina, kujdes me lodhjen mendore dhe me mungesën e gjumit. Binjakët, një bisedë mjaft e rëndësishme do të të ndihmojë të kuptosh më mirë situatën në të cilën ndodhesh. Kaforja, në punë do të kërkosh më shumë organizim, mos i merr përsipër të gjitha provokimet dhe problemet e të gjithëve. Luani, mos u lodh duke kontrolluar gjithçka, disa situata kërkojnë fleksibilitet. Pirgjëresha, emocionalisht mund të ndihesh pak e paqartë, mos analizo çdo fjalë që dëgjon nga të tjerët. Beqarët mund të kenë një njohje interesante përmes punës apo përmes miqve. Peshorja, kujdes me financat dhe me shpenzimet e tepruara. Mund të tundohesh të blesh gjëra që nuk të duhen në vërtet. Akrepi, një sekret apo informacion i rëndësishëm mund të dalë në dritë. Besoj intuitës por mos vepro impulsivisht. Shigjetari, kujdes me premtimet e tepërta, mund të marrësh më shumë përgjegjësi se sa mund të përballosh. Prisjapi, financat kërkojnë angazhim, shmang shpenzimet e panevojshme dhe mendo për planet afatgjat. Ujori, një lajm apo telefonat mund të ndryshojë planet e tuaj, fleksibël dhe mos u nervozo nga vonesat. Peshqit, një kujtim apo person nga e kaluara mund të rikthehet në mendimet e tua. Mos lejo nostalgjinë të të bllokojë.